kur zgjedh të vendosësh perëndin të parin në qendër të martesës, ai kujdeset. Kështu që ky do ishte parimi i parë për secilin prej jush. Është vendose dhe mbaje Krishtin Jezus në qendër të martesës. Dhe vendose nëse ti akoma se ke zgjedh Krishtin ose se ke pa parësore të vendosësh Zotin Jezus në qendër të martesës, do të nxisja nëse e ke bërë këtë që vazhdo ta marrë gjithkohën Krishtin në qendër të martesës, sepse kjo është aja për të pas njësuar martesë. Ta vendosësh dhe ta marrësh Krishtin në qendër të saj. Edhe është, shiko, çfarë kuptimi ka kur Jezusi nuk është në qendër, çfarë bie? Është në periferi. Është diku aty. Nuk është qendër, po është në periferi, është aty ku mbajnë kputucët. Është nga fundi i shtëpisë. Edhe ja të lexojmë një pasazh të vogël këtu. Edhe Krishti te ky pasazh i foli për dasmën, po foli edhe preku dhe një çik divorcin. Edhe Mateo kapitulli 19 Jezusi tha kështu. Atëherë ju afruan disa farisej për të bërë një podcast për të marrë ca ide për martesën. Ç'a tha? U afruan për ta provokuar. Për ta provokuar dhe i thanë, a është e lejushme që burri ta ndaj gruan sepse ashtu ja dha truni një ditë bukur? Për çfarë do? A është e lejushme që burri ta lejë gruan për një shkak çfarë do? Edhe në këtë kulturë kur po ndodh kjo gjë, burri kishte gjithë autoritetin. Ai mund ta linte, ai mund ta merrte, gruaja kishte zero autoritet, edhe mund ta linte për çdo lloj arsye. Nuk i ke hedhur shumë gjell kripës. S'më pëlqen kjo gruaja. Ose s'më pëlqen më modeli flokëve. Duket ke shtuca kile. Kam pa tjetër më bukur ke laqe më thanë. Për çfarë do lloj arsyeja mund ta linte, edhe gruaja as e lëgjë. Vetëm burri kishte autoritet, kurse gruaja fare. Por kjo gjë ndaloi në këtë moment. Sepse Krishti fillon dhe i kthen identitetin, vlerën gruas që kishte që për fillimit. Sepse Zoti kur i krijoi dy, por tha të dy do të jenë një, edhe Krishti i dha dinjitet gruas, por lexo shkrimin do shohësh që i ka dhënë dinjitet edhe fëmijëve dhe gjithë shtresave që komuniteti i shikonte si të ulta, si ndryshe. Edhe vargu, ja se vazhdon, vargu 4, dhe ai Jezusi duke përgjigjur tha atyre, a nuk keni lexuar ju? Ora, me që jeni farisej dhe e dini shkrimin, a nuk ju ka kap syri këtë pjesën se ai që krijoi në fillim nuk i krijoi kështu veç. Ai ishte njëjti që krijoi burrin, mashkullin, është njëjti që krijoi femrën. Edhe në fjalët e Krishtit duke qartë, nuk ka ndasi. Janë një lloj, janë bashkë, janë krijuar për të qenë bashkë. Edhe vargu 5 vazhdon të shtjelloj akoma vargu 5 dhe 6. Dhe tha, për këtë arsye, njeriu ta lër baban dhe nënën e vet, dhe do të bashkohet me gruan e vet, dhe të dy do të jenë një mish i vetëm, dhe vargu 6. Dhe kështu ju tha atyre, edhe na thot dhe neve, edhe qoftë gjithkohën në mendje për çiftet. Dhe kështu ata nuk janë më dy, për një mish i vetëm. Prandaj atë që Perëndia ka bashkuar, njeriu të mos e ndaj. Të mos e ndaj sepse është hyjnore, është e bukur. Edhe kur bëjmë atë që quajmë kursi paramartesor për çiftet e reja, janë si 6 mësime për të cilët i ftojmë kush ka dëshirë të bëjë ato. Edhe një nga nxitjet që unë i them, shiko, a ka mundësi me heq fare fjalën divorc? As me shaka mos me përdor. Me delete fare nga fjalën divorc nga fjalori, sepse nga herë në nerva e sipër më thosh, mos bë kështu se të lash fare. Babi i thonte, mos bëj kështu se të çova te jo tam. Ose çfarë do të shpjegoj. Ora, ka mundësi me heq fare si fjalor, mos të përdoret fare as në formë shakaje. Pse? Sepse Perëndia i di pasojat, tensionet, ngarkesat që sjell divorci. Prandaj dua t'ju nxis gjithëve që jeni të martuar apo do të martoheni, bëjeni delete këtë fjalë nga fjalori, mos jetë fare as në bisedat tuaja. Edhe
Gjithë qëllimi është kjo. Mënyra e parë se si bëhet kjo gjë, edhe martesa është e fortë, është super, është kur Krishti vendoset në qendër, kur është në zemër, kur është në thelb të martesës. Edhe për ta imagjinuar se si ngjan kjo, ja të lexojmë një varg të Predikuesi 4:12. Kush e di përmend ç'të vargun? Është vargu, një nga vargjet më të kërkuara kur bëhen ceremonitë martesore. E prandaj kështu që madomene që çiftet e dim përmend, në rast se dikush mund të mposht atë që është vetëm, dy veta mund të rezistojnë. Pjesa fundit, një litar tresh nuk këputet aq lehtë. Edhe çka kuptimi ka litari tresh, burri, gruaja dhe Perëndia. Edhe bëhet i fortë, bëhet i fuqishëm, nuk mund të këputet. Edhe një nga shejat që kjo po ndodh, e di cila është kur duket qartë që çifti e ka vendosur Perëndin në qendër, është nëse bëjnë këto zakonet e thjeshta, sepse dua të nxis me ndërkohë që ti dëgjon, bëj një lloj skanimi, a është kjo një gjë që ne e bëjmë, po se kur ta shtojmë, po këtë jemi mirë, këtë jemi çik më dobët, këtë jemi çik më fort. Kjo është një zakon i thjesht, shumë i kollajt që tregon Krishti është në qendër të martesës tuaj. Cila është leximi i Biblës, lutja. Na herë janë gjërat bazike. Çfarë duhet bëjmë që të jemi gjallë? Duhet ham bukë, duhet pim ujë për ditë, e të marrim ajër. Po këto janë bazike, kaq bazike, kaq është ushqimi frymëror. Çfarë do të bëjmë që të jemi në formë frymërisht? Bazika është, lexojmë shkrimin, lutemi. Kjo është aja, edhe kjo pranaj, sepse ndërkohë që lexojmë Biblën bashkë, çka ka për të ndodhur? Kemi për të kuptuar se cili, qoftë beqar, qoftë martuar, cili është vullneti, cila është dëshira e Perëndisë, cili është qëllimi i Perëndisë për jetën time. Edhe është shkrimi na flet, kur ti bashkë me burrin ose bashkë me gruan lexon shkrimin, shkrimi të flet. Edhe korrigjon diçka tek ne, na ndryshon, na përmirëson, na fol, edhe bëjmë më të mirë. Edhe kur lutemi për njëri tjetrin si çift, kur lutemi për njëri tjetrin, kur lutemi për familjen, apo për kalamajt, apo për ditën, apo për javën, ka shumë bukuri. Ndodhin shumë gjëra të bukura. Pse? Nuk mund bësh sherr kur je tu lut. Nuk mund të mendosh gjëra të këqija për burrin, për gruan kur je duke lutur e lexuar Biblën. Çfarë po ndodh? Zoti po të ndryshon. Kështu që ndodhin shumë gjëra të bukura. Ka gjasa nëse martesa jote po kalon ai lloj sfide, ka gjasa njëri s'po lexon Biblën. Ka gjasa të dy s'po lexon Biblën. Po të paktën njëri ka gjasa që as se di fare ku ka ra Bibla. Edhe kështu që kjo do ishte, a do ti fusi xixat martesës tënde, xixa për mirë, xixa jo për keq. Është ktheje leximin e Biblës, e nëse nuk e ke, rifilloje leximin e Biblës bashkë. Nëse nuk di ka ta fillosh, filloje thjesht te psalmet, të ato poezitë e bukura, te fjalët e urta, apo çdo lloj, ose te ungjit, ose kudo. Pse? Sepse nëse Krishti rrin në qendër të martesës, tensionet që mund dalin shëshojnë lehtë. Nëse Krishti nuk është në qendër, edhe është më vete. E di çka kalon në qendër? Ndjenjat. Nuk ndjehem kaq shumë i dashuruar sot. Ose sot ndjehem, nesër nuk ndjehem. Pse? Sepse është edhe i ligu këtë do, që Krishtin ta shtyj, edhe të vejmë gjëra tjera në qendër të martesës, pse? E ka më të lehtë për të na gjujt. Edhe kjo, imagjino me sherrit, kur zihesh me gruan ose me burrin, zihesh, kur grindesh kështu lehtësisht. Nuk po thajmë zi me këpuc kokës e kështu, po kur imagjino në këtë raste, imagjino ti thush burrit ose gruas atë shprehjen që thot Nedi me i rritën gjithkohës. Ti thush, ti nuk je armiku im. I ligu po na ngatron e dy bashk. Ne jemi skuadër. Ti si e kundërshtarja ime, ti e gruaja ime. Ti si e kundërshtari im, ti e burri im. Jemi skuadër. Edhe sikur ta thush me nerva, këtë prap del bukur. Edhe kur ti ne si jemi kundërshtar, po ja morë vesh apo jo. Ti ne si jemi armiq, ne jemi skuadër, ne jemi bashk. Kështu që kujtoje vetes këtë gjë.